Aktori dhe shkrimtari i njohur Çun Lajçi përmes një postimi në Facebook ka reaguar për heshtjen e intelektualëve dhe interesat partijake, që sipas tij po mbizotërojnë mbi interesin e qytetarëve në Kosovë. Me një gjuhë drejt për drejt, Lajçi ka folur për raportin e politikës me Amerikën, për sulme ndaj Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, si dhe për kthimin e Kosovës në mendësi të vjetra, duke theksuar se vendi ka nevojë për guxim, ndershmëri dhe përfaqësim të vërtetë të popullit, i cili vuan nga elitat milionere të pushtetit. Ju keni interesa më të mira, por jo edhe një njeri që flet pa ja u rrudh qerpiku. Unë nuk loboj, unë flas hapun e them atë që duhet thënë, nuk ja çeli shtegun Haraxhiut, nuk heshti para analfabetit. Unë flas pa doreza, pa qime në gjuhë. Je artist, hesht mos lobo. Sa është unifikuese kishte shkruar njeni, përçarse ashtë kishte shkruar tjetri, e Kurtit ashtë, ja kishte vu kapakun filan fisteku. Kosova ka nevojë jo për mend, jo për fjalë inglisçe, por për trima e burra odash, qesha, o zoca shumë qesha. Po kthehemi në kohën e odave, pleqnarve, hoxhallarve që na i lexonin letrat, dhe deri dje thoshnim, na duhet dikush që e don Amerika. Dikush që e don Amerikën, dikush që s'merr vendime pa Amerikën, dhe as është e vetmja e përkëdheluna e Trumpit, e vetmja që s'ban hapa pa e pyet Washingtonin, por ja që partitë e patën me hile dhe dje dhe sot, partitë që zvoglohen si përrojet mbas shiu dalin kundër Vjosës. Bajnë thirrje mos e votoni, ajo është e Kurti, pret me rashie me urrit projet e me i bat 80 e ca deputet që gozhdohen në kariket e kuvendit, që votojnë për po e jo, e në fund ta votojnë deputetet e Kurtit, e Kosova të ecë me Amerikën, të ecë me popullin që po vuan nga milionerët e partive në pushtet. Ju dhe mund të keni ndonjë interes nga Vjosa, nga Kurti, nga liderët milioner, por unë çfarë interesi kam që mendoj për gjeneratat e palinduna, e shes libra rrugëve për ekzistencën time. Nuk keni zgjedhje më të mirë, keni interesa më të mira, por jo edhe një njeri që flet pa ju rrudh qerpiku edhe në Londër, edhe në Washington. Rënoft Kosova e rënoft populli, se për lider partijak kishte me na hangër dreqin drek e ndark.